Së pari, mendoj që nuk është mirë që vendit shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë kam shpjeguar disa herë që kemi shumë punë para vetës, shumë reforma që duhet të shtyhen përpara, një agendë legislative ambicioze e qeverisë së Republikës së Kosovës që përmban diku 174 projekt ligje, secili projekt ligj më i rëndësishëm se tjetri, por edhe për shumë aspekte tjera, jo vetëm pra ato të brendshme, por edhe të jashtme. Në këtë drejtim, unë kam kërkuar edhe publikisht që të gjitha grupet parlamentare të bëjnë përpjekje maksimale që vendit mos të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por që t'i jepet mundësia takimeve dhe një marrëveshje për çështjen e zgjedhjes së presidentit apo presidentes së vendit. Ka qenë shumë e rëndësishme që të dëshmohet vullnet, gatishmëri, seriozitet, për kushtim maksimal që ta tejkalojmë këtë sfidë që e kemi para vetës, për faktin se vitin e kaluar ne kemi humbur shumë me mos konstituim fillimisht të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e pastaj me mosvotimin e qeverisë, edhe me mosvotimin e kryeministrit Kurti, edhe të kandidatit tjetër Glauko Njufca. Me këtë vit ne arritëm pra në këtë vit që ta konstituojmë njëherë Kuvendin, sapo u certifikuan rezultati zgjedhjeve të 28 dhjetorit. U votuan në të njëjtën ditë Qeveria e Republikës së Kosovës, shumë marrëveshje ndërkombëtare u ratifikuan e po ashtu edhe shumë projekt ligje tjera votuan në lexim të parë. Prandaj besoj që gjatë këtyre ditëve do duhej që të ketë sërish takime, sepse unë i pash me shqetësim deklarimet e subjekteve opozitare që thonin që kjo temë tashmë është e mbyllur. Si ka mundësi që tjetë tema e mbyllur përsa kohë ne kemi afat deri të hënën, përkatësisht me 27 prill. Prandaj mendoj që me këtë qasje nuk po tregohet përkushtim, nuk po tregohet vullnet që vendit t'ja japim një president me mandat 5 vjeçar, dhe mua po më duket si deja vu. Do të thonë, nëse flasim për situatën aktuale, e krahasojmë me atë çfarë ka ndodhur në vitin e kaluar, duket situata e njëjtë. Por mendoj që duhet ketë reflektim, sepse qytetarët kanë dhënë mesazhin e tyre me 28 dhjetor. Ata përmes votës së tyre kanë treguar se kë e bëjnë përgjegjës për blokadën e për mungesën e vullnetit e të tjera si këto. Prandaj, duke pasur parasysh që i kemi edhe disa ditë para vetës, përkatësisht 5-6 ditë para vetës, mendoj që është shumë e rëndësishme që të rikthehen takimet, që të shtohet vullneti, të dëshmohet po ashtu vullneti, sepse nuk mund të ketë marrëveshje pa takime dhe nuk mund të ketë marrëveshje nëse mungon vullneti nga palët. Ne kemi bërë atë sa kemi mundur, atë sa kemi pas, si me thënë, atë sa zhvarë prej neve. Ju e dini që unë kam ofruar edhe pozitën e kryetarës Kuvendit, sepse çka më duhet pozita e kryetarës Kuvendit nëse dikush e kërkon këtë dhe nëse kjo i parandalon zgjedhjet e jashtëzakonshme, por mendoj që mungesa dhe refuzimi të gjitha propozimeve, ofertave që kryeministri Kurti i ka bërë në drejtim të partive opozitare, PDK-s dhe LDK-s, mendoj që nuk i ndihmon vendit. Ne nuk i friksohemi zgjedhjeve, por mendoj që nuk ka të bëjë kjo me kush është më trim e kush është më i guximshëm, por a janë zgjedhjet në interes të qytetarëve? Ne mendojmë, unë personalisht mendoj që nuk janë në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Se a do të jem në listën e kandidatëve për deputet, për këtë vendos kryesia e vetëvendosjes, por që ligjërisht nuk është ndaluar. Zonja Presidente, si e komentoni faktin që lideri juaj i partisë po negocion me partitë e tjera politike postin tuaj si kryetare Kuvendit? Unë mendoj që në qoftë se kjo e parandalon që vendi të shkojë në zgjedhje, po bën shumë mirë. Pra ne jemi të koordinuar për secilin veprim, unë vetë kam ofruar, si me thonë, sepse unë kam dëgjuar së pari partitë politike që kanë thënë që nuk bën një subjekt politik të ketë 3 pozitat. Ta ketë kryetarin e Kuvendit, ta ketë qeverin, pra kryeministrin dhe në anën tjetër presidencën. Prandaj kanë thënë që një nga pozitat e larta është pozita e kryetarit Kuvendit, le ta marrin, mirë po nuk po dëshirojnë që të ketë zgjidhje politike, sepse prapë vetëvendosja ka shumicë në Kuvend. Edhe nëse i ofrohet ose LDK-s ose PDK-s,
Pra, gjithçka që dojnë me çuditëra, vetëvendosja është ajo e cila vendos. Për shkak të shumicës së në kuvend. Po, nëse vetëvendosje thotë që do ta bëj këtë, e bën, sepse nuk ka pasur ndonjë rast që vetëvendosja ka thënë diçka dhe ka vepruar ndryshe. Prandaj mendoj që është e rëndësishme edhe një herë që ti rikthehemi takimeve dhe të dëshmojmë vullnet që mos ta dërgojmë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Po i përmendni takimet, a kemi bërë përpjekje dhe jo si ushtruese të Unë nuk kam parë që partitë opozitare po kërkojnë që të ftohen nga unë. Nuk kam parë që kam problem me kryeministrin Kurti në raport me, si më thënë, të drejtën e tij për të ftuar në takim partitë politike. Mendoj që vendi është seanca e kuvendit. Në seancën e kuvendit duhet të vazhdojmë përpjekjen për ta zgjedhur presidentin apo presidenten e vendit. Si më thënë, është më e pakta që mund të bëjmë para qytetarëve të Republikës Kosovës. Kam thënë edhe një herë dhe pas kësaj ka pas shumë reagime, e di që kemi dallime konceptuale, programore, të politikave ditore, të tjera si këto. Mirë, po mendoj që gjitha këto mund t'i vazhdojmë, si më thënë, pasi që ta zgjedhim presidentin. Zonja që jo po ofroni pozitën e juaj si kryetare kuvendit për partitë, në këtë rast për lidhjen demokratike të Kosovës. Ai i gatshëm edhe për FDK. Patjetër. Kryeministri Kurti i ka thënë edhe LDK-s edhe PDK-s. Kjo nuk është pozita ime. Nuk është pozita ime, nuk e kam me tapi. Njerëz vinë e shkojnë dhe mendoj që këtu duhet të dëshmojmë që e kemi për vendin dhe jo për interesat personale. Një moment mund të jesh ministër, një moment mund të kesh një pozicion tjetër, e rëndësishme është që të veprojmë në përputhje me interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në raport me këtë çështje janë tejkaluar gjitha afatet, mendoj që ka qenë një proces kushtetues që është dashur të mbyllet nga presidentja Vjosa Osmani Sadriu, do të veprojë në përputhje me përgjegjësitë. Unë kam thënë që proporcionaliteti, përfaqësimi dhe fuqia politike nuk mund të shkelen. Nuk mund unë që ta mohoj vullnetin qytetar, nuk mund që ta shtyp atë, ose që me një vendim timin të veprojnë në kundërshtim me të. Faleminderit shumë, faleminderit. Momentin e deklarohet për